Ekspoze sjell rrëfimin e generalit në pension Rahman Rama, një nga figurat kyçe të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Nga hapat e parë bashkë me familjen Jashari në luftën për liri, deri te ndërtimi i ushtrisë dhe institucioneve të sigurisë së Kosovës. Rama rrëfen sakrificat, sfidat dhe idealet që kanë udhëhequr gjatë gjithë jetës. Përmes kujtimeve personale dhe reflektimeve mbi politikën dhe angazhimin qytetar, ekspoze ofron një panoramë të jashtëzakonshme të historisë së Kosovës, ku përvojat e së kaluarës ndërthuren me sfidat e tashmës dhe vendimet që formojnë të ardhmen e vendit. Generali në pension Rahman Rama ka deklaruar se UÇK-ja është ndërtuar mbi baza shoqërore dhe familjare, ndërsa hapat e parë i ka bërë bashkë me familjen e Adem Jasharit, me të cilën kishte edhe lidhje të ngushta familjare. Ai për ekspoze ka kujtuar se përveç lidhjeve familjare, me familjen Jashari i kanë bashkuar edhe idealet, ushtrimet e përbashkëta dhe aksionet, duke cilësuar atë familje si shtyllë themelore të rezistencës dhe luftës qëllimtare. Por është një ndjenje veçantë, do të thonë që të flasëm për atë periudhë. Unë atëherë se si i ri, do të thonë edhe sikur gjithë të tjerë, do të thonë qëllimi kryesor ka qenë që ne të lirohemi prej robërisë. Dhe fillimisht, do të thonë fillimet e para kanë qenë, unë gjithmonë do të thonë që ushtria qëllimtare e Kosovës është formuar mbi baza shoqërore dhe familjare. Unë kam pas fatin që kam qenë pjesë edhe e kam pas familjarë, dhe më thonë Adem Jasharit. Dhe unë hapat e parë i kam marrë me atë familje dhe pikërisht me komandantin legjendar Adem Jashari. Kemi pas lidhje familjare, por tani përveç lidhje familjare kemi kaluar edhe në shoqërore. Dhe qëllimi kryesor i asaj kohe ka qenë që ne ta zgjerojmë rrjetin, po them kështu, dhe secili prej nesh ka pas obligim ose qëllim që të arrisim ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Dhe secili prej nesh, qoftë në baza familjare, qoftë edhe shoqërore, ne kemi diskutuar me njerëz, ju kemi treguar dhe kemi arritur që të janë pjesë e grupeve të caktuara në nivel të Kosovës. Në atë kohë ne kemi pas lidhje me gjitha grupet e Kosovës, edhe pse ka qenë shumë sekrete, dhe kemi zgjeru, dhe më thonë, atë rrjetin, dhe qëllimi kryesor ka qenë që ne të fillojmë, të bëjmë diçka për familjet tona, por edhe për Kosovën. Realisht, jemi rritë bashkë, se ai ka qenë më i vjetër se unë, dhe unë i kom pas 2 halla të martuara në atë familje, Adilën dhe Zarifën, dhe Zarifja ka qenë halla jam e madhe, ka qenë gruaja e Rifatit Jasharit, por edhe Adilja, dhe më thonë, ka qenë gruaja e Adem Jasharit. Dhe motra e tyre është Qamilja, është e martuar për migjen tënde dhe fatbashkësisht është gjallë, dhe djemtë e Axhës, dhe më thonë, janë nipa tyre. Jo që na e kemi bo, po kanë bo partë tonë dhe kanë ndodhë si rasi dhe një jem krenarë, dhe më thonë që jemi pjesë e nësojna. Po përtej këtyre lidhjeve familjare, unë edhe thash personalisht kemi kaluar në lidhje shoqërore, kombëtare, edhe patriotike me Ademin, edhe me familjen e tyre. Unë kam qëndruar një kohë gjatë në familjen e tyre. Kemi bo edhe ushtrime bashkë, edhe aksione bashkë, edhe kemi kalu për te lidhjes familjare, kemi kalu në ideal. Realisht edhe në shoqëni sikur gjithë shokët e idealit që kemi pas në nivel të Kosovës. Rama tutje foli edhe për sfidat e kësaj periudhe. Ne kemi pas shumë sfida dhe meq edhe shokë dhe e kemi zgjeru, dhe më thonë, në atë kuptimin e organizimin e ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe qëllimi jonë ka qenë, unë e vi prej komunës të Voshtres, dhe jam mes Voshtres dhe Mitrovicës me një fshati atje, dhe qëllim i yni ka qenë që ne ta zgjerojmë dhe të arrisim ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Kemi shumë
po thëmë kujtime, ka një herë, po thëmë në atë kuptimin edhe nostalgjik, dhe më thonë nuk kishëm dashur shumë e i kujtu na personalisht, po kemi shumë dhe nuk kisha dashur shumë e hinë në këto detaje, sepse i mojnë për veti, nashta vje koha dhe momente dhe në tardhën që duhet pa tjetër që janë pjesë e historisë dhe duhet edhe pasardhësve tonë t'ju lëmë diçka që jo vetëm ne, po si organizatë, si ushtri kemi bo diçka. Dhe shumë rëndësi dhe më kjo organizimi jonë dhe në të kuptimin edhe sekret, sepse edhim sistemin e kalun ose regjimin e kalun që u dasht me konë shumë të kujdesshëm. Kemi pasë raste që shokë tonë, miqë tonë janë vra. Kemi qenë shumë të kujdesshëm se ne kemi jetu në për familje. Dhe kemi qenë shumë të kujdesshëm që të pakten mos t'ju bëjmë dëm edhe familjeve, por ato familje ku kemi qëndru na kanë qenë familje patriotike, që na kanë hap derën, të fillu prej familjeve tona, por edhe familje tjera, dhe ne kemi jetu me popullin. Dhe unë i falenderoj gjithë ato familje, popullin që neve na ka përkra dhe na kanë hap derën në kohrat më të vështira, edhe pse ka qenë shumë rrezik, edhe për familjet të tyre, por edhe për ata personalisht. Generali tregoi edhe për rrugtimin nga UÇK-ja deri tek formimi i ushtrisë së Kosovës. Ai ka rrëfyer se momenti më i rënd për të ka qenë largimi i emblemës së UÇK-s nga krahu, por sipas tij, kjo ka qenë e domosdoshme për të arritur qëllime të tjera të pasluftës. Që ky procesi i FSK-s, domethënë se kam qenë pjesë, domethënë fillimisht e UÇK-s, e komo vesh një zonë operative të Shalës, pasandej mas transformimit që ka qenë një ndjenje veçantë, kur e kemi bo transformimin, nuk kanë qenë realisht procese të lehta, kanë qenë procese dhe dhimbshme. Unë personalisht ndjen më të keq që nuk kom pas se sa kur e kom hek emblemen e UÇK-s prej krahut. Mirë kemi kuptu që procesi tjetër mas luftës është një proces që bashkarisht me miq dhe me partner duhet të arrijmë edhe qëllime tjera. E kemi kryu pjesën e luftës, e kemi bo transformimin, që nuk ka qenë i lehtë, ka qenë i dhimbshëm, ka qenë edhe emocional, por e kemi formu trupat mbrojtëse të Kosovës në atë kohë. Edhe pse prej një mandati ushtarak të ne kemi pas një mision paka shumë të përzirë edhe civil edhe ushtarak, por jam shumë i bindën, jam bind me kohën që ai transformim ka qenë i suksesshëm. Sepse në atë kohë, Kosova ka pas nevojë për gjithçka. Dhe e di që trupat mbrojtëse të Kosovës kanë nashta dhe ju ndoshta po realisht kanë krye punë edhe për te misionit tyre që kanë pas, gjithmonë të bazu në nevojat që i ka populli i Kosovës në atë kohë. Dhe kemi arrit, e kemi formu të me kënë, me gjithë ato vështërsi e sfida që kemi pas në atë proces, dhe kemi arrit që ta formojmë Forcën e Sigurisë Kosovës. I gjithë ky proces ka qenë qëllimi, bashkarisht me miq e me partner, që Kosova ta ketë një ushtri të vetëm. Dhe nuk u konë proces i lehtë. Ka pas sfida, ka pas, po flas në atë kuptimin edhe jo gjithmonë jemi pajtu edhe me ide dhe me mendime edhe të miqve të partnerve tonë. Ka pas edhe sfida dhe diskutime që kemi pas. Mirë po kemi arrit dhe më thonë që ta bojmë Forcën e Sigurisë Kosovës. Një mision prap edhe civil edhe ushtarak. Por i gjithë ky proces në 2013 ne kemi arrim ato kapacitetet e para fillestare. Dhe janë njoft prej NATO-s, janë njoft prej Komitetit Ushtarak të NATO-s. Dhe në moment që janë njoft, që nga 2013 deri në 2018 kur Parlamenti i Kosovës në lexim të parë në 18 dhjetor ka marrë vendim që ndrohen ligjet dhe Forca e Sigurisë Kosovës ta ketë një mision dhe një mandatri. Gjithmonë qëllimi kryesor ka qenë që Kosova ta ketë një ushtri të mirëfillt,
sikur çdo vend demokratik i botës. Dhe në 2019, në fakt me 21 janar, kanë hyrë ligjet në fuqi, ne kemi kaluar në një mandat tjetër, që Kosova sot e ka ushtrin. Ai është shprehur krenar për pjesëmarrjen e tij në të gjitha procestet shtetformuese, duke theksuar se mbi të gjitha ndihet i nderuar që ka qenë komandant i parë i ushtrisë së Kosovës. Unë jena shumë krenar dhe shumë i nderuar dhe jo me fat që kam qenë pjesë e gjithë këtyre proceseve, por mbi gjitha që kam qenë komandant i parë i ushtrisë së Kosovës. Pavarësisht se ne për shkaqe të ndryshimeve kushtetuese, gjithë ato nuk e ka emrin ushtria e Kosovës, por është forca e sigurisë së Kosovës dhe kam qenë komandant i parë i ushtrisë së Kosovës. Dhe për mua gjithmonë kanë qenë ushtri. Realisht, ne gjithmonë kemi qenë optimist që nga formimi i UÇK-s e gjitha këtu periudha, etapa që me sfida, me gjitha ato, na një fakt duhet ta kuptojmë. Unë gjithmonë e them këtë leri që ne e gëzojmë sot, s'na ka folë kush. Këtë leri që ne sot e gëzojmë dhe baza, themeli i këtij shteti, po dhe i ushtrisë së Kosovës është gjaku i derë, gjaku i dëshmorëve, po në njëjtën kohë dhe i martërëve. Mundi sakrifica e secillit. Dhe unë asnjëherë s'kam pas një dyshim që s'kemë ardhur te ky proces. Sfida ka pas, sakrificë, mund, nuk diskutohet. Mirë për baza është ajo, gjaku i derë, mundi sakrifica e secillit dhe qëllimet, unë asnjëherë s'kam qenë skeptik. Unë personalisht gjithmonë me gjitha vështirësitë e sfidat kam besu që ne, Kosova, do ta ketë ushtrinë e vet. Në anën tjetër, generali shprehu shqetësim për trajtimin aktual të pjesëtarëve të forcave të sigurisë, duke vlerësuar se ende nuk po bëhet mjaftueshëm për ta. Në qoftë se flasëm për këtë periudhën e caktuar tash aktualisht, unë nuk mendoj që është ka bënë bëll. Ka hapësirë dhe ka mundësi edhe ka nevojë për më bëu më shumë. Elementi i parë është trajtimi me dinjitet i secillit ushtar, nën oficer edhe oficer. Është shumë e rëndësishme në ushtri meritokracia. Në bazën e meritave duhet edhe të shpërblehen. Tash, a është ka bëhet mjaftueshëm? Nuk mendoj që është ka bëhet mjaftueshëm, sepse ata njerëz duhet të trajtohen me dinjitet. Duhet të kenë paga dinjitetshme, meritokracia, t'i kanë të gjitha kushtet, qoftë prej pajisjeve individuale dhe kolektive, dhe në moment që ata trajtohen me dinjitet, asnjë problem nuk i kije për me realizu misionet dhe detyrat secili që i ka. A ka nevojë me bëma shumë po gjithë. Dhe jo mjelltari asajne, sepse unë vetë kam qenë ushtar dhe kam ecë në përgrada dhe e kuptoj punën edhe mundin e sakrificën që e bujnë ushtarët. Generali në pension ka treguar arsyet që e shtyn të hyjë në politikë, duke theksuar se politika nuk ka qenë asnjëherë dëshirë e tij, por një domosdoshmëri e kohës. Sipas tij, vendimi për t'u futur politikës ka ardhur pas kërkesave të vazhdueshme të shoqërisë, rrethit, miqve dhe bashkëluftëtarëve, përfshirë edhe ish-krerët që sot po gjykohen padrejtisht në Hag. Realisht, unë personalisht politikën se kom dasht, edhe nuk e du kështu, po e kuptoj që vetë jeta është politikë. Edhe në pozitat që kom pas në ushtri, ka njerë u dasht më bo dhe ushtarak, po ushtaraki, po u dasht më bo dhe edhe politikan, ka njerë edhe diplomat. Unë e kuptoj se vetë jeta është politikë. Na dhe në familje ka njerë e bojnë politikë, ka njerë e bojnë gjithëherë. Edhe unë masi kom dhonë doreje që prej pozitës që unë e kom pas edhe pak mandat me krye, dhe më dhënë si mision, një 2 vite e gjys, jëmë konë qytetar i lirë një farforën. Realisht, kur t'jesh ushtarak dhe kalosh në një pjesë tjetër, nuk është e letë. Sepse vendimet në ushtri merren pak ma ndryshe, e në jetën politike dhe në politikë është ka ndryshe. Mirë po, gjithmonë të e pa nevojën,
nevojën që shoqëria, rrethi, më dëmë thonë, njerëzit kanë kërku prej me edhe pse një 2 vjet e gjys nuk kom dasht edhe se nuk kam vendos edhe por në momentin e fundit gjithmonë me kërkesat të njerëzve, të miqve, të shokëve, tu fillu prej atyre që sot padrejtisht po gjykohen atje në Hag, dhe më thonë në momentin e fundit kam vendosur t'i futem politikës. Qëllimi jam kryesor, se unë nuk kam shumë prioritete në këtë pjesë, është që të paktën që ta bashkëluftarët tonë, gjakun, familjet e dëshmorëve, të invalidëve, të veteranëve, çka do që unë me bënë në çfarë do pozite që jam, kam obligim edhe moral edhe njerëzor edhe kombëtar që të paktën t'ju krijojnë kushte dhe t'i trajtojnë me dinjitet. Ai tutje ka deklaruar se sot po shihet një realitet shqetësues, ku sipas tij persona që kanë ofenduar luftën e UÇK-s po mbajnë pozita të larta shtetërore. E na peshohem sot në kushdo që ka shoh luftën, e ka shoh e ka ofendu luftën, sot janë në propozita. Një prej arsyeve është kjo. Unë kam obligim, thash edhe moral edhe kombëtar për gjithë bashkëluftarët. Pa dallim në cëllën zonë kam shërbjone, por gjithë janë ata pjesë e jemja, ose unë jam pjesë e tyre, sepse me ata njerëz kemi orë deri këtu. Një prej elementeve kryesore, çka do që ka mundësi, qoftë plotësim e ndryshim të ligjeve aktuale që janë, të paktën të trajtohen me dinjitet dhe të ndrohet edhe ndryshim edhe plotësim i ligjit për vlerat e luftës. Jo kujt i teket me dalë me shoh një ushtar të UÇK-s, një familje dëshmorëve, ose gjakun e derdhëm, një veteran, të paktën të trajtohen me dinjitet, sepse ata njerëz kanë dhënë shumë për këtë vend. Dhe e dyta, pjesa tjetër është, po shprehna kështu që të zanatin tënd që e kam, edhe në të sigurisë, kur që mos isha me bëj mund ta bëj të jem një këshilltar i mirë, bazuar në eksperiencë dhe në përvojë, i kujdo tjetër, dhe në që qëllimi kryesor se jemi rrit në këtë frymë dhe unë që ushtrinë e Kosovës jam rrit me ta dhe du me e pa mirë e me bo sa të muj për ta ma mirë që edhe ata mu drejtu me dignitet dhe ata me një vetën mirë dhe që janë në shërbim të vendit. Nuk ka manderë se sa me konë ushtar i Kosovës e mi shërby vendit me nere me respekt. Rama, i cili mori votat e mjaftueshme në zgjedhjet e nënshkurtit për t'u zgjedhur deputet, tha se vetëvendosja është fajtore për mos formimin e institucioneve gjatë këtyre 10 muajve. E para, mu vje keq se kam qenë për herë të parë, dhe më thonë në parlament, dhe une, sinqeresht, fillimisht kur jam fut në këtë garë, kam mendu krejt ndryshe. Kam mendu që personalisht, po bashkarisht me kolegë mi mund të dhom një kontribut për të gjitha kategoritë, për Kosovën. Fatkeqësisht, unë nuk kam pa në interes për 10 muaj, në interes, dhe më thonë, të partisë së parë, që ka pos një interes për me ndërtu Kosovët, institucionet. Jem shumë i bindën që ka pos hapësirë, ka pos mundësi, qoftë një formën tjetër që gjithë e kemi po, mund ka ardhë shumë keq, edhe sot më vjen keq që ne kemi shku 5-8 hera, 9 herë, dhe në parlament, dhe nuk kemi arrit të krijojmë institucionet që qytetarët kanë prit prej nesh. Rahman Rama ka folur edhe për çështjen e koalicioneve dhe zhvillimet politike, duke deklaruar se nuk ka dëgjuar për vullnet të Partisë Demokratike për koalicion me partitë e tjera. Ai ka theksuar se Bedri Hamza është njeriu i duhur në momentin dhe kohën e duhur për ta udhëhequr vendin si kryeministër. Sa i përket në koalicione, nuk du spekuloj dhe të diskutoj, unë nuk kam dëgju edhe nuk kam në informacion, jem antari i kryqësisë PDK-s që kanë një vullnet që ne t'jemi bashkarisht me parti tjera. Nuk e di, këta në gjuhën angleze thuhet never say never, nuk e di, mirë për nuk ka një disponim. Ne kemi një kandidat për kryeministër, ne garojmë si Parti Demokratike garojmë
e vetëm dhe qëllimi dhe synimi jonë është që ne dalim të parë. Për kandidatin tonë për kryeministër e njihni edhe jo dhe gjithë Kosova. Unë menoj që Bedri Hamza është njëri i duhur, në momentin e duhur, në kohën e duhur, që duhet jetë kryeministër i vendit. Dhe ky është qëllimi dhe synimi dhe fushatën ne që e bëjmë dhe që flasim me njerëz. Unë i besoj programit tina dhe jam i bindën që edhe e ka dëshmuar në kaluarën që ai mundet din dhe e bën. Dhe keni po edhe programin, edhe rritin e pagave për gjitha kategoritë, dhe më thonë, në këtë rast edhe për ushtare, për police, për kategoritë e dole nga lufta, për edhe administratën dhe edhe pensionet e gjitha këto. Dhe unë i besoj ati programi dhe fuqishëm e mbështes këtë program. Çështje tjera i shohim pas zgjedhjeve. Nuk e dim se rezultatin, mirë po, unë personalisht jam i interesuar aty ku mund e dho kontributin për vendin, për shtetin tem, për qytetarët e mi, unë jam i gatshëm në çfarëdo formë. Në fund, generali në pension Rahman Rama bëri thirrje që qytetarët të dalin e të votojnë, pasi vetëm me vot mund të largohet e keqja nga vendi. I kisha këshillu ose i kisha thirrë një varfër me qytetarët që dalin të votojnë, se është obligim edhe qytetar, edhe moral, edhe kombëtar, që të votojnë ato që e vlerësojnë që mundet me bëu më mirë. Dhe e di prapë them që është e tepërt, por ky është realiteti. Dhe vota e tyre e çon Kosovën përpara dhe e hjek një të keq e Kosovës. Sinqerisht, unë jam i bindur që kur Kosova në situatë më të keqe nuk ka qenë. Në tëna fushat, në qoftë se shohim zhvillimin ekonomik, në qoftë se shohim shportën e qytetarit, çmimet aktuale, por edhe në pjesë tjera. Jemi, po them, ne kanë ndalu dhe dialogun strategjik me miq edhe me partner, që realisht kur ka qenë pyetje ekzistenca ose mos ekzistenca e popullit tonë, e shtetit tonë, ka ardhur dikush për që na ka ndihmuar. Dhe u dash një palë tretë, keni po procesin në Hagë, me na tregu se rrugtimi i ushtrisë qytetare të Kosovës, edhe i Kosovës, në këtë pjesën tjetër, mas lufte, nuk kemi rrugtu vetëm. Kemi pas miq, kemi pas partner strategjik. Por edhe ardhmja jonë, nuk kemi të ardhmen në qovë se nuk kemi një bashkëpunim me miq edhe me partner, po specifikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qovë se ne dojmë me qenë pjesë e struktura euroatlantike, e pjesë e NATO-s për shprehjen kështu, atëherë duhet një koordinim, duhet një bashkëpunim dhe ju garantoj se gjithçka që ka ndodhur deri tash, ka ndodhur mbi bazën ose ngritja e kësaj ushtrisë Kosovës ka ndodhur mbi bazën e standardeve të NATO-s. Ky ka qenë qëllimi edhe synimi jonë. Tash gjatë këtij rrugtimi ka pas edhe sfida. Sidomos këto vitet e fundit nuk i kemi pa një bashkëpunim real, një bashkëpunim të sinqert, dhe sinceriteti është shumë rëndësishme edhe në këtë proces, dhe ne kemi edhe në program, edhe kandidati jonë për kryeministër e ka planin dhe programin se si të zhvillojnë këtë proces, po pjesë e kësajna, dhe më tonë është antarësimi në NATO, modernizimi i forcës, krijimi i kushteve sa më të mira, për unë i kisha lutë qytetar që pavarësisht lodhesh me dalë, me votu, dhe me hekë këtë keqe prej vendit. Pas një kontributi të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe drejtimin e ushtrisë së Kosovës, Rahman Rama po e çon përvojën dhe vizionin e tij në skenën politike, duke garuar për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit nga radhët e PDK-s. Angazhimi i tij tregon se përkushtimi ndaj vendit nuk ndalet pas uniformës. Ai vazhdon të luftojë për të ardhmen e qytetarëve, këtë herë në Kuvendin e Kosovës, ku vendimet e sotme formsojnë fatin e nesërm.